videokolumnë me titull Marrëveshja e Ohrit nga fitoria historike te turpi politik I një qerek shekulli. Ka dokumente që me kalimin e kohës bëhen gjithnjë më të vlefshëm duke marrë dimension hiperbolik në histori. Ka edhe dokumente të tilla që sa më shumë kalon koha, aq më shumë zbehen e të kurrën përballë realitetit. Nëse shikojmë dhe analizojmë realisht marrëveshjen kornizë të Ohrit, fatkeqësisht ajo I takon konstatimit të dytë. Në vitin 2001, ky dokument politik u paraqit si kompromis historik që do ta ndryshonte rrënjësisht pozitën juridike, politike dhe kushtetuese të shqiptarëve në Maqedoni. Ndër të tjera u tha se shqiptarët më në fund do të fitonin barazi, se diskriminimin institucional do të merrte fund dhe se shteti do të ndërtohej mbi një filozofi të re politike. Madje implementimi I saj ishte parapar të përfundonte deri në vitin 2004. Sot është viti 2026, që do me thënë se kanë kaluar afro 25 vite të plota. Dhe shqiptarët ende debatojnë nëse gjuha shqipe është apo nuk është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Nëse pas një qerek shekulli vazhdon kjo dilemë, atëherë pyetja nuk është më nëse marrëveshja u implementua. Pyetja do të duhej të ishte: çfarë u implementua realisht ose më direkt? Çfarë bëri apo po bën faktori politik shqiptar për të avancuar statusin juridiko-kushtetues të shqiptarëve në një rrafsh me atë të maqedonasve? Fatkeqësisht përgjigjja është negative. Asgjë. Ironia më e madhe është se çdo vit politikanët shqiptar organizojnë akademi, konferenca, simpoziume, tribuna e deklarata për fitoret e marrëveshjes së Ohrit, ndërkohë që vetë përvjetori është bërë dëshmia më e madhe e dështimit të saj, sepse marrëveshjet nuk maten me numrin e fjalimeve, maten me rezultate e rezultati është brutal negativ. Pas 25 vitesh, shqiptarët ende nuk kanë një status kushtetues të qartë si popull shtetëformues. Përkundrazi, me përbuzje ekstremisht të madhe, ata janë kategori statistikore në kushtetut si popull 20%, me gjuhë po ashtu 20%, ndërkaq sa për ilustrim, 3% e serbëve në kushtetutën e Kosovës figurojnë si popull serb dhe me gjuhë zyrtare serbe në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky krahasim e zhvesh faktorin politik shqiptar nga fuqia në vendimarrje, në fakt, është dëshmia më e madhe e dështimit spektakolar të faktorit politik shqiptar tani 25 vite me radhë. Pra, ende identifikohen në kushtetut me formulime që burojnë nga përqindja e jo nga parimi I barazisë politike. Ende diskutohet për përdorimin e gjuhës shqipe. Ende flitet për përfaqësim të drejtë gjatë punësimit. Ende debatohet për frymën e marrëveshjes së Ohrit. Ende flitet për ndarjen e buxhetit shtetëror në mënyrë proporcionale. Pra të gjitha këto kërkesa të shqiptarëve sot qëndrojnë të hapura që nga viti 1991. Prandaj që atëherë ishin pjesë e platformave të partive politike shqiptare, por fatkeqësisht vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura edhe sot. Turp, 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 se sa të pafuqishëm janë partitë politike shqiptare në qeveri. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se marrëveshja nuk e zgjidhi problemin e shqiptarëve as pak. Ajo vetëm e menaxhoi atë. Për vite të tëra, elita politike shqiptare ndërtoi një mit. Mitin se gjithçka ishte fituar e zgjidhur. Mitin se shqiptarët gjasme kishin hyrë në një epokë të re. Mitin se barazia mes shqiptarëve dhe maqedonasve ishte arritur. Por propaganda ka një problem. Ajo nuk mund të mbijetoj pafundësisht përballë realitetit, sepse realiteti nuk pyet për konferenca shtypi, për zjafete partijake, për pasuri të krijuara milionishe brenda një mandati politik e tjerë. Realiteti nuk pyet për pankartat e billboardeve festive. Realiteti nuk pyet për dekoratat e as për tituj shkencor brenda 24 orëve.
Realiteti nuk pyet për fotoselfie me Albin Kurtin apo Edi Ramën. Ai, në rastin konkret, pyet vetëm këtë. Nëse gjithçka a zgjidhur me marrëveshjen e Ohrit, siç thon partitë politike shqiptare, atëherë parashtrohet pyetja: pse vazhdojmë të diskutojmë për të njëjtat tema edhe pas 25 vitesh? Edhe më paradoksale është gara që vazhdon edhe sot. Nuk është garë për të përfunduar marrëveshjen. Është garë se kush ka realizuar më shumë e kush më pak. Një garë absurde, një garë politike për një objektiv që vetë faktet tregojnë se nuk është arritur asgjë. Është njësoj sikur disa arkitekt debatojnë se kush e ndërtoi më mirë një shtëpi që edhe sot nuk e ka kulmin. Në vitet 2018 dhe 2019, periudhë kohore, ndodhi edhe një fenomen shumë interesant. Papritur, një pjesë e klasës politike shqiptare filloi të fliste për agendën e gjelbërt, tranzicionin klimatik dhe politika të tjera moderne. Askush nuk e kontestoi rëndësinë e kësaj, por pyetja është tjetër: si mund të kalosh në agendën e gjelbërt kur agenda kombëtare s'ka përfunduar as pak? Si mund të flasësh për neutralitet klimatik kur ende nuk ekziston neutralitet kushtetues? Si mund të mbjellësh një pemë politike mbi një tokë ku ende nuk janë konsoliduar themelet e barazisë juridike? Në vend që agenda gjelbërt të ishte një shtesë e zhvillimit demokratik, ajo u përdor në disa raste si një mënyrë elegante për të shmangur temat që nuk ishin zgjidhur kurrë. Sikur problemet kombëtare të ishin tejkaluar, por ato nuk ishin tejkaluar, vetëm nuk po flitej më për to. Prandaj sot vërehet një heshtje e çuditshme. Sa më shumë afrohet përvjetori i marrëveshjes Kornisë të Ohrit, aq më pak entuziazëm shfaq faktori politik shqiptar që vazhdimisht prej pozitës në qeveri apo opozit e shpallin si fitore më të madhe të shqiptarëve. E dini se pse me shumë entuziazëm e pompozitet, sot marrëveshjen e Ohrit s'mund ta shpallin si fitore të madhe cila do parti politike shqiptare qoftë ajo, sepse është e vështirë ta shesësh si fitore një proces që nuk ka përfunduar. Është e vështirë të festosh një marrëveshje kur qytetarët ende pyesin nëse gjuha shqipe është plotësisht zyrtare sikurse ajo maqedonishte. Është e vështirë të flasësh për barazi kur vetë kushtetuta vazhdon të prodhoj ndjenjë pabarazie. Duhet pranuar një vërtet: marrëveshja e Ohrit e ndali luftën. Ky është kontribut i saj historik. Askush serioz nuk e mohon këtë fakt. Por ndalimi i luftës nuk është i njëjtë me zgjidhjen e çështjes shqiptare. Këto janë dy gjëra krejt të ndryshme. Politikanët shqiptar për vite me radhë i ngatruan qëllimisht këto dy koncepte. E para ishte sukses, e dyta mbeti premtim. Historia është e pamëshirshme. Ajo nuk i gjykon marrëveshjet sipas fotografive të nënshkrimit, as sipas duartrokitjeve, as sipas konferencave për shtyp. Historia i gjykon sipas asaj që mbeti pas. Dhe pas afro një çerek shekulli, fotografia është e qartë. Marrëveshja e Ohrit arriti të ndaloj konfliktin e vitit 2001, por nuk arriti ta përmbyllte konfliktin politik dhe kushtetues mbi statusin juridiko-kushtetues të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është arsyeja pse çdo përvjetor i saj festohet gjithnjë e më pak. Jo sepse shqiptarët kanë harruar historinë, por sepse historia ende nuk ka përfunduar, sepse një marrëveshje që ishte paraparte zbatohej deri në vitin 2004 nuk mund të kërkoj kredi politike edhe në vitin 2026. Nëse pas 25 vjetësh ende diskutojmë për të njëjtat të drejta, atëherë problemi nuk është më tek interpretimi i marrëveshjes. Problemi është se dikush për 25 vite e ka shitur atë që në thelb mbeti një premtim i papërmbushur.